إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فلندرويم dhe lavdrojmë Allahun e lartësuar ashtu siç e meriton ai Jalla Jalaluhu wa taqaddasat asma'uhu. Selamat ja dërgojmë mësuesit të njerëzisë Muhammed Mustafas alayhi salatu wassalam, familjes, shokëve dhe gjithë besimtarëve të cilët e ndjekin dhe pasojnë rrugën e tij. Të dashur vëllezër besimtarë, edhe sot me lejen e Zotit Jalla wa Ala do të mësojmë një hadith ose një fjalë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në mënyrë që neve si besimtarë përgatitemi për cilësi të larta dhe të largohemi nga ato të cilësi të cilat mund të na kushtojnë në dynja dhe në botën tjetër. Hadithin e transmeton Ibn Mubarak, Ibn Abi Dunya dhe Imam Al-Bayhaqi rahimahullah ta'ala jami'an, ku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thot: "Arba'un man kunna fihi bana Allahu lahu baytan fil jannah." Pejgamberi Zotit po thot në këtë hadith, katër gjëra në qoftë se i posëdon ndonjëri për juve, Allahu ka për t'ja ndërtuar një shtëpi në xhenet. Kur ndëgjon këtë pjesës të hadithit, katër gjëra në qoftë se i posëdon ndonjëri prej neve, Allahu Jalla wa Ala ka më ndërtuar një shtëpi në xhenet, ne marrim shumë relaksuese ndonjëherë kur i ndëgjojmë këto hadithe të Rasulullah dhe nuk ndalemi me i meditue thellë se çka do të thotë me qenë pjesëtar i xhenetit. E Allahu Jalla wa Ala e çon fitoren më të madhe të robit. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhila al-jannata faqad faz. Allahu thot në Kur'an, ai që ka shpëtuar nga zjarri i xhenemit dhe është futur në xhenet, faqad faz. Ky është ai fituesi më i madh. E neve kur ti ndëgjojmë këto hadithe të Rasulullah, që ka thonë kush i ka këto cilësi, Allahu ka më ndërtuar një shtëpi në xhenet, duhet ta meditojmë që pas mi shpëtuar prej zjarrit të xhenemit, kena mujt me qenë shumë rënd të denum, të persekutum për shkak të veprave tona, edhe me i hapë sytë katër, me shikua a i kem, a i posedojmë këtë çështje apo duhet me i përvetësu në mënyrë që ta meritojmë xhenetin dhe shtëpinë e Zotit të xhenet. A i njeri në këtë dynja me fillu me ndërtu një shtëpi kiametin e shetë. Lere ma që kur shkojsh të Zotit e ki ndërtume. Pejgamberi Zotit thot: "Men kana ismatu amrihi la ilaha illallah." E para thot ai i cili baza kryesore e tij, çështja kryesore e tij në këtë dynja është la ilaha illallah. Allahu ka më amëruar një shtëpi në xhenet. Çështja kryesore e tij është shahadeti. Fjala la ilaha illallah. Nuk ka zot tjetër që meriton me adhuru pas Allahu Jalla wa Ala. Kjo është shahadeti. Në qoftë se robi çështën kryesore të tij në këtë dynja e ka fjalën la ilaha illallah, jeton me fjalën la ilaha illallah, jeton për fjalën la ilaha illallah, punon për fjalën la ilaha illallah, Allah ka më amëruar një shtëpi në xhenet. Krejta çështjet e jetës së tij i rregullon dhe i ndërton në bazë të fjalës la ilaha illallah. Ky është besimtari i vërtetë që Allah don prej neve, sepse zatën çelësi i xhenetit është fjala la ilaha illallah Muhammed Rasulullah. Esenca e krijimit të dynjas është për fjalën la ilaha illallah. Në peshorën ditën e gjykimit nuk ka fjalë që vjen më e rëndë se sa fjala la ilaha illallah. Për çata edhe im kriju me adhuru Zotin. E në qoftë se ne prioriteti jon kryesor të dashur vëllezër, mbi të cilat ne i ndërtojmë premisat tonë, objektivat tonë në dynja, është fjala la ilaha illallah, Allahu Jalla wa Ala ja ndërton robit të tij një shtëpi në xhenet. E ai që fjalën la ilaha illallah në veç çelimin e me përmend, edhe rrugës në herë kur tani dikon, ama 24 ore kundërshton fjalën la ilaha illallah, është pjesëtar i saj, nuk punon për fjalën la ilaha illallah, e as me të nuk punon, e as nuk i thret të tjerët në të,
Si po mendojmë që Zoti na ndërton një shtëpi në xhenet. Kjo është e para. E dyta dashur vëllezër, ka thënë Resulullah: "Wa idha asabatuhum musiba qala inna lillahi wa inna ilayhi raji'un." Edhe ai I cili kur e godet ndonjë fatkeqësi, thot: "Te Allahu jemi dhe te ai do të kthehemi." Allahu xhalla wa ala ka për të ndërtuar një shtëpi në xhenet. Ai I cili qëlla do sprovë që njeriu e godet vale sprovave në këtë dynja, në moment kë e mendon që çka do të vjen prej Zotit, dhe tek ai, prej tij e marr dhe tek ai do të kthehemi, e thot ky dua me bindje të thellë në zemër, që as Zoti ka më kompenzu, ka më shpërbly për to, Allahu xhalla wa ala pe ndërtoi ka një shtëpi në xhenet këtij robi I cili është I sprovuar në këtë dynja. Allah azza wa jalla thot: "Ulaika alejhim salawatu min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun." Të tillët nga Zoti I tyre kanë bekime, kanë mëshirë. Dhe të tillët janë të udhëzuar në rrugën e drejtë. Të tillët janë të udhëzuar në rrugën e drejtë, që Allah azza wa jalla pastaj ia ndërton një shtëpi në xhenet. Grupi I tretë të dashur vëllezër, thot Resulullah sallallahu alaihi wasallam: "Wa idha u'tiya shay'an qala alhamdulillah." Dhe kur I jepet diçka prej mirësive të Zotit, I jep Zoti xhalla wa ala, thot alhamdulillah. Thot falënderimi dhe lavdrimi I takon Allahut subhanahu wa taala. Allahu xhalla wa ala pe ndërtoi një shtëpi në xhenet. Sepse fjala alhamdulillah tamla al-mizan. Me thonë alhamdulillah, falënderimi takon Allahut, e mbush kupën e qiellit tek Zoti me falënderime. Sepse e din që e ka një Zot që duhet me falënderu për gjitha të mirat që e ka dhënë. Dhe gjitha sprovat që godet duhet me falënderu Zotin xhalla wa ala në mëngjes edhe në mbrëmje dhe sa herë që neve e lëvizim edhe çerpikun e syrit. E Allahu xhalla wa ala thot: "Wa idh ta'adhana rabbukum la in shakartum la azidannakum." Thot Allahu ju ka tregu bind shumë juve besimtar, ta keni bindje këtë çështje. La in shakartum, nëse ju falenderoni, la azidannakum, kumë jam shtu hala ma shumë. Në gjuhën arabe me martë la azidannakum, sa shtërmum vjen, sa herë vjen me përforcime në aspektin gjuhësor, tregon që kjo punë është e pamundur mos me ndodh ashtu siç thot Zoti. Ju falenderoni për mirësitë, unë ja vshtoj atyre, ja vshtoj juve. Wala in kafartum inna adhabi lashadid. Nëse ju I përbozni mirësitë e Zotit, nuk falenderoni, le që së marrohet një shtëpi në xhenet dhe ndërtohet. Inna adhabi lashadid, thot Zoti, me të vërtetë dënimi më shumë I rrallë. Nëse ju I përbozni mirësitë që ja fundon. Kjo është e treta. E katërta dashur vëllezër, wa idha adhnaba dhanban qala astaghfirullah. Edhe kur robi e bën një gjuna, e bën një mëkat, e bën një gabim, thot astaghfirullah. Thot o Zot, tek ti jam pendu dhe tek ti kërkoj falje. Allahu xhalla wa ala këtij kam ndërtuar një shtëpi në xhenet. Pse? Për arsye se e ka ditë që ka një Zot që e mbikëqyr. Dhe s'ka ku ik prej tij. Dhe I kërkon falje për gabimet që ka bërë. Sepse ka në hadithul Qudsi, ku Allahu I lartësuar thot: "Adhnaba 'abdi dhanban faqal", Allah thot, robi im ka bën një mëkat, edhe ka thonë: "Ej Rabb, adhnabtu dhanban." O Zot thot, gabova. O Allah im, gabova thot. E Allah xhalla wa ala thot: "Fa'alima 'abdi anna Allah yaghfiru adh-dhunub wa ya'khudhu bidh-dhunub." E ka ditë të robi që e ka një Zot I cili yaghfiru adh-dhunub, I fal gjunat, edhe e ka ditë robi që Zoti dënon për gjunat, edhe u pendu. E Allah ja fal. Pas një kohë të gjatë, thume ad, thot Allahu xhalla wa ala, ka harru robi, e ka mashtruar dynjaja, shejtani, prap u kthy në gjuna, prap ka bo gabim. Thume qal: "Ej Rabb, adhnabtu dhanban." Thot o Zot, prap gabova. Fal më o Zot, prap kom gabu. Prap Allahu xhalla wa ala thot: "Alima 'abdi anna lahu rabban yaghfiru adh-dhunub wa ya'khudhu bidh-dhanbi." Që ka një Zot I cili I fal të gjitha gjunat, po edhe dënon për gjunahe, sot ja kon falë robit, edhe robit bën çka doin se do t'ja fali, për arsye se robi sa herë që mundet me ra në gabim gjatë jetës së tij,
dhe pendohet sinqerisht, mos e këshir ato që ka kalu, pendohet dhe vazhdo rrugtimin drejt Zotit xhallahu ala, sepse Allah i lartësuar fal shumë, është mëshirues dhe ja ndërton robit të tij një shtëpinë në xhenet, sepse e ka ditë që s'ka rrugtim tjetër dhe s'ka kthim tjetër vetëm se te Zoti xhallahu ala. Kur e din robi këtë çështje, sa do të bën gjuna dhe mëkate, prap i kthehet Zotit të tij me teube dhe me pendim të sinqert, e Allahu yaghfiru dhunuba jami'a. Allahu është ai i cili fal shumë dhe mëshiron shumë. Këto janë katër cilësi të dashura vëllezër që ne duhet t'i përvetsojmë në mënyrë që me lejen e Allahut të lartësuar Zotit na ndërtoj nga një shtëpi në xhenet, duke lutur Allahun që gjithë së bashku Allahu xhallahu ala na ndërtoj nga një shtëpi në xhenet, na bashkojnë në xhenetin e tij, ashtu siç na ka bashkuar në këtë xhami. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه من كل ذنب إنه هو الغفور الرحيم.